Thuhet se një ditë prej ditësh, shitsi ishte ulur pranë rrugës për të shitur portokaj dhe pemë të tjera. Pranë i kalon një plakë dhe e pyet: "Këta portokaj, a janë të hidhur apo jo?" Shitsi mendoi se plaka nuk i ha portokaj të hidhur, andaj përgjigjet: "Jo, zonjë nderuar. Ta portokaj janë të ëmbël. Sa kilogram dëshiron?" "Nuk dua të këtill, por unë dëshiroj të blej portokaj të hidhur për nusën e djalit tim që është shtatzën. Ajo ka ëndje për portokaj të hidhur." Kështu shitsi nuk pati sukses në këtë shitje. Megjithatë, ai nuk përfitoi nga ky leksion. Pas 2 ditësh, shkon tek ai një grua shtatzën dhe e pyet: "A keni portokaj të hidhur?" Shitsit i randën mend aty për aty biseda e plakës dhe mendoi se gruaja shtatzën dëshiron portokaj të hidhur, andaj përgjigjet: "Po, këta portokaj janë të hidhur. Sa kilogram dëshironi?" "Jo, nuk dëshiroj të këtill, por nëna e bashkëshortit tim më tregoi se ju keni portokaj të ëmbël, andaj ajo më dërgoi që të blej tek ju." Kështu shitsi edhe kësaj here nuk pati sukses në shitjen e portokajve për shkak të gënjeshtrës.